Invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i nderuar i kryetari i komunës zoti Bashkim Ramosaj, General Avdyl Mushkolaj, Komisioni për të pagjeturit nivel Kosovë Kushtrim Gara me bashkëpunëtorët tuaj, zoti Rasim Selmanaj, familjar, miq, shok të nderuar të pranishëm. Sot jemi mbledhur këtu në një ditë që bashkon thellësisht dhembjen tonë të madhe, dhembje kjo e ndërlidhur edhe me ndjenja të krenarisë sonë kombëtare. Kaluan shumë vite që nga lufta e vitit 1998-99, e tani së bashku me dhimbje me ndërime, po e rivarosim këtu në Kodrali dëshmorin Hajdar Pepaj. Rivarimi një dëshmori nuk është vetëm një ceremoni martore. Është një akt madhështor ndërimi, ndërim për dëshmorët e kombit, ndërim për luftën e lavdishme të USHK-s dhe për historinë tonë shekullore. Edhe dita e sotme është dëshmi se gjaku i derdhur për liri nuk harrohet kurrë. Për ndëruar jetën dhe veprën e dëshmorit Hajdar Pepaj dhe gjithë dëshmorët e kombit, ju ftoj me 1 minutë ndërim. Lavdi. Historia e popullit tonë ndër shekuj është mbushur me shumë vuajtje sakrifica, por gjithmonë e përcjellur me plot heroizëm. Fal gjaku të dëshmorëve, qëndresës titanike të USHK-s dhe miqve tonë aleat, ne sot kemi shtetin tonë dhe gëzojmë lirin. Marsi Jasharajve në Prekaz dhe i Haradinajve në Glogjan, për Kosovën dhe gjithë shqiptarët ishin kushtim liri. Veprimtare ishi burgosur politik, zotin Rasim Selmanaj, që të merr fjalën. Shumë e nderuara familje të dëshmorit Hajdar Pepaj, të nderuar qytetarë pranishëm. Ky rivarrim s'ka si të mos më thej kujtesën të masakra në burgun e Dubravës. Ishte fundi majit vitit 1999. Kishim mbjetuar torturat pafundme gjithandej në përkazamatet serbe. Me qindra herë kishim pritur vdekjen nga mizorit serbe, por asgjë na kishte shkuar mendja se Serbia po përgatiste ekzekutimin e të gjithë burgosëve dhe me pas të akuzonte NATO-n. Me 19 maj deri me 24 maj 1999 u ekzekutuan mbi 120 shqiptar të burgosur, ndërsa mbi 300 të tjerë u plagosën.
Ishte ky një gjenocidi pastër që Serbia fashiste e Miloševićit po e zbatonte sipas një skenari kriminal të përgatitur nga vetë kreu i shtetit serb. Nga Deçani, në burgun e Dubravës mbetën të vrarë për të mos vdekur kurrë Hajdar Pepaj, Zek Hasanmetaj, Naim Kurmejaj, Adem Jasici, Gani Lekaj, Dervish Sylaj dhe Met Osmanaj. Të nderuar pjesëmarrës, shumë çka nga torturat që i kishte përjetuar Hajdar Pepaj në përburgjet serbe i ka mësuar pas vrasjes së tij. Në burgun e Mitrovicës së Sremit, nga miku im Xhamzat Shehu, i plagosur rënd, i cili vdiq pas lirimit nga burgu si pasojë e torturave dhe plagëve. E dashura familje e dëshmorit Hajdar Pepaj, rruga dhe fati familjarit tuaj ishte rruga dhe fati i një ushtari të UÇK-s. Ishte rruga dhe fati i një të burgosur i politik. Ishte rruga dhe fati i Kosovës. Ndërsa sot Hajdar Pepaj është dhembja, është krenaria e Kosovës. Të nderuar pranishëm, burgu dhe lufta ishin fati i shqiptarit ndër shekuj. Të dyja këto i përjetoi Hajdar Pepaj, për të kthyer sot në sinonim të luftës e të burgut, në sinonim të lirisë së Kosovës. U ndesh të pritëshin 3 dekada për një copë varr, për një copë tokë në lindën tënde, kodrali selar me gjakun e dëshmorëve. Burgu i Dubravës ishte vendi ku ndanim të njëjtin fat me Hajdar Pepajn dhe me shumë burgosur tjerë. Disa mbjetuam, por jo dhe shumë shokë të tjerë u përjetësuat në lavdinë e kombit. Miku im i burgut, pushon paqe, tashmë je luftëtar e dëshmor me varr, pra nuk je dëshmor po varr. Përjetësisht do të mbetesh në kujtesën historike si lapidar i lirisë së Kosovës. Lavdi dëshmorit Hajdar Pepaj, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Faleminderit zoti Selmonaj. Gara të marrë fjalën. Me nderuar, ndërshëm respektuar familja Pepaj, nderuar kryetar, përfaqësues të institucioneve komunale, përfaqësues të institucioneve qendrore, përfaqësues bashkësive fetare, të nderuar shoqata dalë nga lufta, veteran Gjeneral Moshkolaj, ish kryetar Selmana dhe ju bashkëvuajtës në burgun Dubravës me dëshmorin Hajdar Pepaj, Bacadem, Florim, kolegu Avni, nderuar Asem, kryetari i fshatit Bekim. Sot këtu në Kodralin heroike, jemi mbledhur që të japim lam të mirë dhe të rivarrosim me ndërimet më të larta Hajdar Pepaj, birin e kësaj toke, ushtarin e lirisë, fati dhe vendodhja cilit për të 27 vite ishte i panjohur, edhe fati dhe vendodhja cilit mbeti plagë e hapur për familjen, për bashkëftarët dhe për Kosovën. Emri Hajdar Pepajt në këto 27 vite ishte në listën e personave të zhdukur me forcë. Por edhe emri Hajdar Pepajt, ashtu si gjithë viktimave të zhdukës me forcë, nuk është vetëm një emër. Ai ishte viktim ose një jetë e këputur dhënshëm, i vrarë e i zhdukur nga krimi gjenocidal, nga krimi që Serbia kreu në Kosovë. I vrarë në masakrën e Dubravës, por që për këto 27 vite mbeti në dhembjen e familjes, në pritjen e gjatë për të vërtetën dhe në shpresën që një ditë do të kthehet me të dashit e tij. Sot kjo pritje merr fund, por nuk mbaron dhimbja. Nuk mbaron pesha mungesës që familja Pepaj ka mbajtur mbi supën për afro 3 dekada. Andaj edhe sot, në mënyrë veçantë këtë ditë, të rënd për familjen. Me respekt për ulmi para familjes Pepaj, para durimit dhe qëndresës së familjes. Dhe më lejoni që edhe ne me kolegët pranishëm, kolegët komisionit, kolegët drejtorisë policisë për hetimin e krimeve të luftës dhe gjitha institucionet përfshirë në këtë proces që përcjellin ngushtimet më sinqerta.
Dhe kur jemi tek respekti për familjen, me kuptimin tuaj po i ndaj vetëm më dy fjalë. Sepse identifikimi i Hajdar Pepajt pas 27 vitesh u bëj mundur edhe fal bashkëpunimit të familjarëve ose familjeve të tjera të viktimave të luftës, cilat përkundër që kishin mbyllur, po e them kushtimisht këtë plagë qysh vitet e para pas luftës, ata vazhduan kontribojnë, vazhduan bashkëpunimin, vazhduan përpjekjen që të tejkalojnë dhimbjen e tyre për të lehtësuar dhimbjen e tjetrit. Dhe ky është një solidaritet që lind nga dhembja e që shndrohet në forcë për të mos lënë asnjë viktimë në harres. Andaj sot kur të nderojmë Hajdar Pepaj, kur nderojmë familjen Pepaj, nderojmë edhe mijëra familje nga mbar Kosova që dhanë më të shtrenjtën, që dhanë gjithçka nga vetja për lirinë e vendit tonë. Prandaj respekt dhe mirënjohje më të thellë për familjen Pepaj dhe për gjitha këto familje, Hajdar Pepaj dhe gjithë të rëmbët në altarin e lirisë përjetësisht lavdi. Në emër të fshatit, në emër të bashkëluftëtarëve, të mbajini fjalë rasti. Faleminderit. Ishte prilli 1998. Hajdari nuk e pranoi terrorin serb as okupimin. Ju bashkuë luftës dhe zgjodhi rrugën më të mirë të mundshme që Kosova të jetë e lirë. Ishte ushtari i rregullt, i vendosi 3 germa të orta në uniformën e vet. 27 vite për familjen edhe për fshatin pat vetëm dhimbje dhe lot. Kurse sot nuk kemi dhimbje, nuk kemi lot, por kemi krenari sepse në emër të fshatit Kodrali bashkëluftëtarëve Hajdarin e rreshtojmë me 13 dëshmorë të fshatit Kodralin dhe 4 martiret. E vendosim Tenaseri, Saliji, Përparimi, Valjanti, Nimoni, Skeneri, Bilbyli, Shaqa, Njazia, Bashkimi, Ismeti, Shpendi, Zeqa. Të martiret, të Ramadani, Haliti, Isa dhe Besjana. Kodralin, Hajdarit i themi që t'ju thot dëshmorëve se Kosova është e lirë falë gjaku tyre dhe është shtet sovran i pavarur. Dhe le t'ju thot dëshmorëve se Kodralia përjetësisht i nderon dhe e ka punuar lapidarin që do të gdhenten emrat e tyre në këtë lapidar. Lavdi e përjetshme. Ju faleminderit. Djalin Salihun. Atëherë marrë drejtën t'ju them në emër të familjes, faleminderit që jeni këtu. Njëkohësisht, në emër të organizatorëve, komunës së Deçanit, u vele me Abdul Mushkullaj, komandantin, në emër të Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, në emër të fshatit Kodrali, të gjithë atyre që ndihmuan në këtë ceremoni nderimi dhe rivarrimi për dëshmorin e Hajdar Pepaj, faleminderit që jeni këtu me ne sot.
Allahu Akbar. Valor se flamuj, fillo. Republika e Kosovës e falenderoj për kontributin e familjarit tuaj. Tavani më nderë është njëri. Ward fort, Levin. Role, dytë mesit eliminuan, dytë fund të dytë parë të morën në dëshmojnë për jetësi. Kujdes. I shka blen qafës? Ready, to!
Për nder dëshmorit kombit ju ftoj në minutë thjeshtje, në qandër, ndo! Lavdi! Duart poshtë, levil! Ka une. Krak, thëll! Para, marsh! Ti rreposh aty ramesi atu, unë ti bëj me volë. Madhërishëm thot dhe asësi mos I mendoni të vdekur ata që mriten në rrugën e Zotit, sepse ata janë të gjallë, po ju nuk e përjetoni gjallërinë e tyne. Andaj të gjithë ata që kanë vdek, që kanë dhënë jetën, që kanë dhënë jetën për këtë vend, Zoti I mëshiroft e nderimi dhe kujtimi qoftë I përjetshëm për ta. Ata që kanë dhënë gjymtyr, kanë sakrifikuar gjithçka për lirinë e këtij vendi, Zoti ja u kompenzoft me mirësitë e tij. Ne zakonisht bëjmë dua, po luteni Zotin secili prej jush sepse dëshmorët, shahedët ndërmjetësojnë për ne që jemi të gjallë në botën tjetër, prandaj ta lutim Zotin që këtë shahed, këtë dëshmorë që po vorrosim sot, e dëshmorë që I kemi vorros më përpara, e ata dëshmorë që I kemi dëshmorë pa akoma nuk kemi një varë për ta ku mu lut të ta dhe ku me bo dua për ta, që jenë ndërmjetësues të ne, për familjet, për ne në ditën e gjykimit tek Zoti I madhreshëm. Edhe njëherë I përjetshëm qoftë nderimi dhe kujtimi për ta, e Zoti I mëshiroft, e Zoti na boft që ne kur mos ta harrojmë sakrificën, mundin dhe angazhimin e tyre. Zoti ju nderoft, Zoti ju paft e ju rujt gjithëve që keni marrë pjesë në këtë ceremoni rivarrimi, Zoti e mëshiroft të vdekurin, familja në ora 6 kush ka mundësi munal këthen një kafshat buk për të, andaj falenderit gjithëve që keni marrë pjesë këtë rivarrim, me këtë ceremoni rivarrimi, përfundojmë edhe për çështjet ngushëllimeve, për gjitha çështjet e tjera. Zoti ju paftë ju rujt gjithëve, Zoti ju shpërblet që keni marrë pjesë në këtë ceremoni rivarrimit. Mundeni mu shpëndo, këtë djemë le të punojmë. Familje Lavdi, darit nderimit të gjallë, sa do huën po mirë që mobile në kon vend vetëm në pash një adreshe, në pash një shajt të ti, në di, në kujtojnë që I përjeshtë të ti me Lavdi. Ditën e mija, e Lavdi në Lavdi. Ditën e mija, Lavdi.
Kien nżejt Këtë zonë që që dime edhe në Poshare, ka pas luftime të ashpra në brade, shumë dëshmore, heroj që i kujtojmë sot. Pas ofenzivave çdo herë jemi çrregullu në funksionim. Edhe hajdari është në zonë, pra rap nga forcat serbe, pastaj gjatë qëndrimit në burg, prej tyre shihet si ka përfunduar. Neve shumë e rëndësishme kjo ditë, normal është edhe mërzi edhe gëzim janë bashkë të dyja, po mas shumë të është krenari që patëm me varus për vendin tonë, patëm mundësi me akuj amanetin e ti që që mësë mire, që ajo është gëzimi ma e madhe, mërzia është tjetër, gëzimi është tjetër, të dyja janë bashkë të ditë. Që shëmboni më bëndë edhe prej atë tyrën që ju kanë thonë edhe prej si karakter, si person edhe si kontribusi këtij vendi? Unë nuk e marr mend shumë se më kon shumë e vogël. Prej fjalëve të tjera. Kur jam largu prej ti, ama prej fjalëve ti, jam shumë krenar që jam fëmijë ti. Jam shumë krenar për sakrificën që ka bërë për vendin tonë.